Fillimisht gëzojmë ditëlinjën e shtetit tonë, krenari jemi shumë për rënjën tona, edhe gëzuar ditëlinjën e shtëpisë tonë dytë, që kemi bërë gjithë këto vite një magji për të rishikuesit dhe vazhdimtësinë. Kamera më sheft kjo, Orhan, se s'do ka të bërë mikrofoni. Tash besoj kolegët e rregullojnë derisa të flasë. Menagement me dharpi punës. Orhani, ka 17 vjetë në klan, edhe ka këtë kompetencë, ndoshta edhe me i qitë. Artjana Matoshe, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Gonxhe, për juve, mirëmëngjes kolegë dhe mirëmëngjes për të gjithë kosovarët që sot e festojnë ditëlindjen e shtetit më të mirë edhe më të ri, edhe njëkohësisht urime krejt kolegëve ditëlindja e shtëpisë, Orhani tha shtëpisë dytë, po ka njerë botë shtëpia e parë jona që është Klan Kosova. Mirëmëngjes Agnesa Demaj, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta, definitivisht një mëngjes i zakonshëm tash më shumë se 16 vjetë për mu në Klan Kosova. Po edhe shumë e lumtur fillimisht që na këto jemi dëshmitar të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, edhe sigurisht jemi bashkë gjenerat me gjithë ata që e kemi këtë emocion të veçantë, që e kemi shënu këtë histori, kështu që gëzuar 18 vjetë pavarësi gjithë shqiptarëve të Kosovës kudo që janë, po edhe gjithë shqiptarëve gjithandej. Edhe 17 vjetë Klan Kosova që po besoj vazhdojmë me qenë zoni më i mirë për gjithë shqiptarët gjithandej. Dhe pjesë e pashmangshme është dhe Enis Reqica, mirëmëngjes ne, sepse në këtë pjesë nuk po flasim, folëm nga mëngjesit në këto momente, flasim për diçka ma personale, diçka tonën, po Gonxhe në 8 shkurt i kom bo 10 vite në Klan, jemi gjenerata e parë grupi jonë që kemi ardhur në këtë objekt që jemi aktualisht, sepse në atje ku keni qenë nuk kam përjetu ato emocionet e ati objekte atyre ngjarjeve fillestare. Ato emocione i ka përjetu Orhan Murati, mirëmëngjes. Ta që një për fillimin ta, jo ta s'podu, kamera më sheft është. Mirëmëngjes, Orhan, tash dëgjohet zoni ma bukur. Ne jemi mësu me dëgju mbrëmje zonin tënë, kështu që në mikrofonat nuk dëbojnë të në mëngjes. Po shqive kjo energjie mëngjesit është gjithmonë e këndshme prej 2009 kur kemi fillu mirëmëngjes, faleminderit shumë, fillimisht gëzuar ditëlindjen shtetit tonë, jemi shumë krenar për rënjët tona, natyrisht, edhe është gëzuar për shtëpinë tonë të dytë Klan Kosovën, një televizion i cili është përpjekur dhe ka sjellë një magji për teleshikuesit, vazhdon me sjellë programe të mira dhe unë shpresoj gjithmonë me një audiencë rekorde. 17 vjetë prezantues i lajmeve. Si është të jesh kaq gjatë prezantues i lajmeve? Atë ka ikë ndonjë moment historik, apo zhvillim politik, apo social, kulturor i vendit? Natyrshëm do të thoja jo, sigurisht. Shefe, për 17 vjetë, për mu është fillimisht një karrierë e gjatë, është gjithashtu dhe shumë e fortë, shumë e bukur, një besim dhe disiplin po ashtu, që televizioni ma ka besu edhe publiko. Që 17 vjetë nuk jam pak, ama është periudhë shumë e bukur, unë gjatë gjithë këture viteve, 17 vjetë kom pas shumë ndryshime, që para 30-ave kom hyje, tash e kom kalu edhe 4, që edhe rrjedhëmisht gjatë gjithë këture viteve, unë jom bo maj mirë, besoj, kom punu ma shumë base, edhe me gjithë kolegë, se jo veçon, edhe natyrisht jom bo edhe familjar, jom bo edhe baba, bashkëshart, që ka ndryshu shumë gjëra pozitive për gjithë këture, për këto vjetë. Dhe kjo krejt në sytë publikut, live, drejt për së drejtën? Qeve kjo periudha, kjo pjesë e live-it është shumë, beso edhe nga njërë shumë është stresu, se nuk e di se si mund tjetë të gjithë, po e me ko dhe kalon, po e nuk hiqet kur, edhe ti në këtë moment, edhe unë, edhe gjithë se cilin nga ne, momenti që hynë ti, sfar do përvoje që ke, është një farë loj stresi, ka njëri më sheft, që e kem brapa. Po varësisht e të mandi se si e menagjon, mund tjetë, nëse e veç e merë rutin qdo ditë e të shkatron komplet, Orhan, nuk po plakësh, je i njëjti që 17 vjetë. Tyra identike. është i njëjti, identik të veton Orhani prej ditës parë, kur i ka donë lajmet në Klan, tash 17 vjetë që ta e donë e mbaj mend vetën, kam qenë fëmi, kemi qenë fëmi të vegjel, tash jemi prind gati fëmit, po na rritën në moshë madhore me hi në Klan me punu. Po, s'po thëmë për veti, se po presë Orhani me ma thonë të njëjtën. Qive, tani të ka dhe një sekret. është një knatësi shumë e madhe, po besoj edhe një energji shumë e mirë që reflektuat vrehat. Faleminderit. Është një sekret këtu që nuk arrit do të spjegoj.
Mbrapa kështu kamerave muj mi e u thonë. Seriozisht? Po. Hajde shka Orhan. Shumë shpresa nëse s'ju tregojmë shikuesve s'kemi bërë kur gjë. Po Një sekret për Orhanin që mbrapa kamerave është shumë funny, edhe nuk është qaq serios sa lajmet, edhe unë kam qef me njoft njerëzit anën e vërtet Orhanit. E pa tash. Sepse për një ma shumë i kanë shumë. E kam pas kënaqësi shpeshherë shikuesit paktën në mëngjes, sepse mëngjesi vlen me i kalua ato kornizat e moderatorit. Unë jo që nuk ka edhe në dison lajmesh, nuk është që nuk e sjell, po është aty formati është i tillë, nga njerë na po kemi tema të këndshme, jo të këndshme tash edhe nuk është gjithmonë që mundesh me sjell nga një herë në moment fani. Po kështu mëngjes, po kur kemi qenë gjithmonë ka qenë bukur, por mëngjes është favoriti im, gjithmonë e kam pas simpati për mua. Hajde Orhan. Unë e di që ka momente shumë Këtu jemi. Ka momente shumë që sharake me kamermanët, e dim këto krejt, edhe stafi teknik, po mund kujtohet një moment i Orhanit me një lajm që ta kanë sjellë si lajm të fundit dhe shumë të rëndësishëm nga bota, nga disa ulë. Po ishte nga showbiz. Jam bërë. Se e kom harru pak, po mjën pak marrë me thonë. Edhe mu po mjën pak keq, me thonë, qa ka qenë lajmi, po drisa Orhanit si ka ardhë keq atë lajm, me thonë ka qenë për penisin një hulumtim që është bërë Monument. Që shka qenë lojmi, kujtona pak, Orhan? Se pasha kemi qenë të objekti vjetër. S'ka lidhe, që shumë pëmbajnë mend, të s'pëmbajnë mend që ke dhona nuk e di, se ka kalu shumë ko. Po jo se pjesë e redaksia e vendos ato, unë nuk i vendos ato. Që shkanë qenë me lezu, që se di. Dikush e i vendos lojmet tona dhe që është mbrapa, është Artiona. Tu lidhë të qaj lojmi Orhanit, se na petina shumë mirë për çfarë lojmi bot. Fjallë kemi pas një ditë mësafer, seksologun e vetëm shqiptar, edhe shumë komendu që Gonxha ka munin siklet me qatë intervjist. Edhe tu folj me Gonxhën tha, për një moment kesh tu një siklet, po kur mu ka kujtu që Orhanit i ka shku live lajme, një lajmë i ngjashëm, veç mu ka jek siklet. E pashë si jom të shkel etikën profesionale, sepse ju kemi shërby njerëzve që kanë qenë në hall, kështu që është e rëndësishme me ju gjetë i loqë. Unë që edicione, gjithmonë Klane e ka pas këtë edicione dhe lajmit e fundit informativ të edicionit lajme, gjithmonë e ka pas të ka sjell kuriozitet. To dhe një prej kurioziteteve ka qenë, po nuk për di sakt e kom harruat si lajmë, ta këshim gjetë e këshim lezu edhe në këtë moment, po ishte kuriozitet. A je përbal me lajmet të tila, Enes, ndonjë janë me kuriozitetet të tila, momente që s'ke mujt me umbajt së qeshmi? Po, absolut, ka momente të tila që edhe nuk përmbahemi, por e kem punë, e kem obligim pavarësisht a je ka i herë pro që ati lajme, a si e pro, a je kundra, ki ketë bët kuptim tjetër. Edhe shpesh herë ndodhë që komentusi, qytetarë që na shojnë që shbe edhe atë lajmë, të si e qaj. Po na e kemi obligim me thonë, me raportu, me të regu, sepse kur djenë moderim të lajmeve, ti kemi lecu që ato që ka shkru ose ka përpunu redaksia. Edhe shpesher na veç që jem raportus ose komentus që asajna. Jo ajo që ka na e ndjejmë, ose që ka se ndjejmë. Artiona ish ma lakë që e tem që debati, më shujti tha, po hen që debata ju, ose nëse ndjesh siklet mos hen, thash valla ju, nësë po i. Do thët, ka momente që gjena na shta mirë kuptimin e kolegëve që mos me hinë na i tem, mos me thonë diçka, po me gjitha të e kemë obligim. Po mi tregu publikut që mos i fajsoni këta se. Po, është tjetra, nuk kemë kur gjithë të folë jashta etikës profesionale, sepse gjithë se cili lajmë përbën informacion për dikon një kategori. Nëse musëm prek, a i lajmë, a informacion e prek dikon. Na jemi në tentim të shërbimit publikut me informacionet të tjera. Unë e pas interesim shumë edhe në YouTube dhe më kanë duar të rokit shikusit, bravo se shumë fytjet e qëlluara e ke posti kështo logët. Po kove të fundit shikusit, mu më ka njohë ma shumë të qesh, edhe në dhe Agnesa se mi rritë bashkë edhe Nisi Orhani, Artiona. Më ka njohë të qesh, shpeshar më ka qesh me disa situata, kom shpërty të qesh, ta shkove të fundit, po më shojnë të qajt. A pi bjen kjo që më plaka, qka? Kam qumin bazdite ma shumë. Është interesant, krejt festat komtare që ka i kemi, unë nuk e kom atë disponimi me busë qesh, po veç e shatë të më shkullot. Ja, natër shumë Gonxhe, mendoj që me kalimin e kohës se cili emocion bot ma i prekshëm prej neve, sidomos që e bojmë këtë punë edhe jemi gjdo dit të njoftu me gjithë shka që ndodhë edhe pashmangshëm. Ju sot u përlotët në studio, na u përlotëm në regji, se është diçka që na prek krejtve. Kemi sot marshin shumë të madhë që ne si gazetar nuk mundemi në këtë rast me qenë të pa anshëm. E vërtet. Është një prej rasteve kur të gjithë ne vendosim të marim anë, të kërkojmë drejtësi, të kërkojmë
të mos ketë dënime arbitrare politike, por veç të gjykohet një luftë e drejtë që është bërë për mbrojtjen e këtij populli. Andaj, mendoj që publiku shpesher nuk i din çto prapaskenat, emocionet tona mendojmë që na duhet me qenë, sidomos ju moderator, robota, pa ndjenja, pa shpirt, po jo se është e pashmangshme. Shpesher na është thënë, je smut, po hinë se njerëzit le të dinë që edhe na jem njerëz, shikuesi le të dinë që edhe ti si moderator, si pjesë e televizionit jenë smuhesh, ftofesh, të thatë fyti, bën gabime, je njeri. Do të mos me qenë gjithmonë në atë idenë e perfektës që po bojnë, vish që shto dhe pikë jo. Edhe na jem njerëz. Edhe një diçka mund e me përfshi edhe në temat të ndryshme, ose me ndje emocione për temat të ndryshme. Unë e kum qajt një herë, di. Një dokumentar, jo gjatë realizimit e një dokumentari, vetë me rast në 10 vjeqarin tem, që kam qajt për shkak të rrëfimeve që kum përjetu për 2-3 ditë në Lugin Presheves, ato diskriminimin, edhe qatë përjetimën e për 2-3 ditë u bëna pjesë të tyne. Edhe kitë qatë diskriminim që ata i përjetojnë, unë prejke, normal, sepse unë jetuva me ta. Për 2-3 ditë, jetuva me ta, flejsha me ta, pëthëm flejsha në shtëpit e tyne, me ta edhe kuptova, e ndjejsha atë emocionin e tyre që ata e dhajnë. Do të të elemo temat të ndryshme së të sëtë që patëm rrëfimin originale të një familjare të bjetuare të masakrës. Do është mund rritë me Enisin që ta edhe na jemi njerëz dhe normal që kur jemi smut fizikisht me një grip na nuk vim, mirë po më sfiduese është në periuda gjata kohore kur i ki 10 vjetë, 15 vjetë të përbalësh në jetë me emocionet ndryshme, me vështirësi, me humbjet të familjarve, me problemet të tjera, gjëra shumë personale, cilat ti nuk mundesh me marrë një pushim shëndetësor ose diçka, mirë po ti gjithmonë dush me i qëndru besnik asaj ideës që ti e në ekran edhe varsisht se ku punan në qëfar redaksie, qoftë lajme që duesh me qenë shumë serios, ndështa ti e ke hum një familjar tonin dhe ti duesh me dhonë një lajmë pikrisht për humbjen që është e pashmangshme për jetimi emocionit, po në anën tjetër ose mund është me qenë pjesë emisionit mëngjesit ti duesh me qesh edhe nëse para 2 orëve ke qenë duke qajt. Po, në anën tjetër, të unë personalisht qysh ka ndiku kjo gjatë rrugtimit tim të jetës, është si do qoftë në mënyrë pozitive, sepse se cilit i duhet një punë dhe i duhet me mbledh fuqin për diçka. E të unë, Klani ka qenë një konstante që për kundër ngritjeve, uljeve të mija personale, kom marrë energji, kom ardhë dhe kom pa që puna jam është e vlefshme dhe përmesaj jam një edhe unë si njeri i vlefshëm dhe kjo më banë së të muni halua shumë mirë në Klan Kosovat, krejemi të ditlindja jonë, sepse definitivisht është një prej mediumeve, cili i pari, ja ka zgjat mikrofonin një derës një katunit në Kosovë që kur kërkush nuk ka shkel. Edhe kjo është ajo e cilja na karakterizon, edhe më vjen mirë që kemi ndiku edhe tek fryma e mediumeve të tjera që me dojnë prej atyre kornizave serioze dhe me qenë shumë original edhe me ndëgju halet e dertit e vërtetat të qytetarëve. Orhan, ndoshta nuk e shku në për katune, më ju trokit derën, po ato materialet, edhe krejt katunet i kem su për shkak se të kanë ardhë storit, material që kam përgatitur edhe kolegët tjerë ku për një kohë ka qenë dhe Nisi gjithashtu dhe Artiana. A ka ndonjë historie që e kujton, që ka qenë ndoshta ma e jashtëzakonshme përveç atij kuriozitetit nga bota? Që e kujtoj unë jote? Po ka qenë kemi qenë të studiot e vjetra atje, edhe lajmi i parë ka qenë edhe ishte një moment shumë i sikletshëm se qyshme, mandej, që e lexon ato, po qyshme dalte lajmi i dytë, problemi ishte. E bëjmë na një lajm ku në rajonin e Deçanit diku, ditën e fejesës, pëson një aksident dhe vdesi fejuari. Edhe ne kishim shku atje, ekipi jonë kishte shku me gjiru, edhe sjellim në lajmet orës, edhe lajmi i parë ishte kë. Do të thënë që i kishte vdeki fejuari dhe ajo nuk e kishte marrë vesh, kështë një lajm i dhimshëm, goxha dhe pat pas disa minutë, u pat bë një goxha minutash për ta, edhe me thonë drejten, nuk e di, ai ka qenë lajmi i parë, që e lexuam natë, edhe mandej e kishim siklet qysh me bombot e lajmi 2, qysh me datë e lajmi 2, sepse na kishim një proces të rëndësishëm në atë kohë politik, edhe qysh me ndryshu rrjedhën e edicionit tash. Kur ti e sheh një ngjarje shumë të dhimbshme, edhe del te komplet te politika. Po ashtu ka qenë diku ka kamenisa nga një fëmijë u pat vdesh nga qenë të ndacak, edhe ka qenë lajm shumë i dhimbshëm,
që këto momente janë shumë vështira me thonë drejtë se ti e ndjenë, është ndjesi e fort, kur ti e lexon një lajm dhe ti me njëherë del tek një komplet tjetër. Edhe duhet me gjetë në atë moment, do më thonë, kisha bo një gest, më kujto kështu, edhe po ndrojmë edicionin ose rrjedhën, edhe kisha bo një gest që tek publiku me vrejt, hajtë çka pse që i dorën e shlarë, ose kisha prek jo, në të është s'kom pas syze në atë ko, si jëmë bodhë me syze për këto 17 vjetë, në më kisha bo një gest për me e vrejt publiku se diçka po në çka ndodhi që me ik pak vëmendjen. Ky ka qenë një moment goxha i sikletshëm edhe i ndjeshëm njëkohësisht. Për ndryshe, për shembull klubin Panathinaikos që di shumë mirë me thonë klubin grek të futbollit, unë s'kom ditë me thonë, ja nisa me lexu Panathi, edhe thash, jo, kur qysh zdelke, edhe thash, po thash kërkon po thash duhet ta lexoj shkron për shkron, dhe lexova Panathinaikos. Që sot e ditë për me, po e ndava në rokje dhe e lexova kështu tamam si duhet. Po këto janë momente shumë të lezetshme. E nisi tha, na kërkush të pyeta a je me kolla pa koll, a vjen me kesh, a vjen me kajt. Këto janë momente shumë të këndshme dhe unë besoj që gjithsecili do duhet të jetë shumë e natyrshme, gjithsecili që e bën këtë punë. Pagabushëm nuk ka, megjithëse publiku të sheh perfekt, por ajo nuk ekziston. Nuk do duhet të ishte bile, se s'ka mundësi. Nëse njerëz jo e jo. Artjan, ki momente të ndryshme, storie të ndryshme që ke realizu ndër vite. E kemi pas një kujtim gjatë ditës djeshme të një storie që është realizuar më shumë se një dekadë, por vazhdon të jetë viral në TikTok. Po, Gonxhe, u përmen, është interesant që ne në atë kohë unë kom ardhë në Klan, diku pak para e nisit, ndoshta një vetë, ma pak se një vetë, po na si gjenerat nuk kemi ditë me refuzu, me thonë unë se bëj qëtë story, ose gjithë shka që ka qenë interesante, tha Agnesa Klani ka qenë adresa e parë. Edhe mbahet mbledhja në Alten Desk, edhe më thojnë redaktorët që duhet me shku në Vushtre, me saksisht në Pestov, edhe me bo një story se ka ndodhë një rast shumë interesant. Lopa i ka pjell Treviqa. Mirë shumë, po unë se kuptojsh apsë është interesant që tre. Sa po kisho ardhë dhe në Klan? Isha në fillimet e mija. Shumë e si kleqme kur pesho qatë story. Edhe dje e gjeta është story e vitit 2015 që kom shku në Pestov edhe me gjitha burimet, fermere, veterinare, kretë, kush do të me folë për atë story, akterët kryesor që e kam bo me mbarsim artificial, për shkak që fermeri thot që është shumë shtrajnët me mbajt mzatin. Edhe ka njës me i bo viqat me mbarsim artificial. Edhe për atë moment mu nuk më ka do këti shka se u konë ideja në fillet tona veç me u dëshmu, sa do që unë kësha ardhë prej një mediume goxha të madhë, në isha në gazet, po te punon, e krymë punën që tjepët, me e kryë storien që tjepët në teren, ti ki me kryë, edhe ti ideja është veç me dëshmu. Kur e kom gjetë një ditë, para do ditëve, fillimisht e kom gu vetë atë storje, qa që në siklet jom një, edhe djeja u kom lëshu edhe kolegve, thash këqërle qka është sikleti, edhe një farzanit hol, si një Po që ka ke interesant komente e Artjanës sa një ditë në qeveri, dhe të raportu për zhvillime qeveritare, të nesëm në Pestov, në një orë. Nuk ka pas, Gonxhe, je për shtatë, ku do që të është kërku. Ke për cilë protest, ke për cilë një vizit zyrtare të dikujt, e ke për cilë një mbledhje qeveris ose seans ku vendit, po tu ka kërku, ke shku ke bo rast social, ose një rast qështu simpatik, kuriozitet, diçka, ose një halë të një qytetarit, tereni ka qenë knatësi, po thëmë na nuk kemi ditë me refuzu, ose me thonë unë se bëj, unë e bëj, jo, nuk ka qenë. Kjo ka karakterizu. Kjo na ka mësu, shpesher unë i thëmë njerëzve, kjo na ka mësu për me punën gazetarinë, ka mësu me usil si me nivelin presidencial, hierarkik, shtetëror, si me rastin matëran shoqërisë tonë nëse ka ndaj kategoritë caktume. Do të thotë me gjitha kategoritë, na sot dina me usil, dina qysh me punë, dina qysh me uqas, pse nga që ke përvoj që gazetaria na ka ofru. Ne kemi përvoja të ndryshme, kemi përvoja të ndryshme në këto rrethana, sepse temat e caktuara shpesher nuk ka pasur edhe na për redaksi, nuk kemi pasur për caktuar ti kemi mirë vesh me qësi tema, ti kemi mirë me qësi tema. Pas një kohë njerëzit gazetarët nisim të profilizojnë për temat të caktuara, por me gjithatë ti nuk i ke ditë, je shku sot në punë edhe se ke ditë ka qitë tereni, ka ke shku, keme shku, qëfar teme keme pas, do shta si kanë i veshën mirë për qatë temë, ose ki diçka tjetër ti ke dalë
diçka tjetër, thotë do është edhe veshjen me pas kujdes, qysh tek. Thjesht e pa imagjinueshme se me çka kemi marrë gjatë ditës. Orhan, që ki raportet me kolegët e regjisë? Dhe pse e kanë një afërsi me ty? Dhe regjia? O, e kanë regjia. Unë e ndjej regjisë që e kanë gogja simpatik dhe për qefe. Është e ndjeshme, prej 2009, prej regjisë vogël, kur kemi qenë atje, krijohet lidhja kolegiale, edhe është varësisht edhe çfarë jep. Kështu që nëse Agnesa më konsideron shumë fani që publiku nuk e nje krepët drejt, natyrisht me kemi pas prezente edhe tek regjia, por regjia është më fantastike unë që në e gjitha mediumeve. Prej të parët deri fundit, prej ata që janë 17 e dekta që kanë ardhur vitin e fundit, e kanë pas atë qasjen e lehtë, edhe me neve si ata që dalin në ekran, po edhe në përgjithësi janë fantastik, shumë të mirë. Kështu që krijohet shumë e natyrshme krijohet. Mund vjen me kalu shumë kohë me ta, do më thonë 3 orë tjetës si me çdo ditë i kaloj me regjin edhe për një me të ndihmojnë qatë shumë sa që jënë tepër të kuptueshëm edhe tepër të mirë sa edhe pse ka neve ky stres i momentit, po dështon diçka gjithmonë del dikush që ta bën një zgjidhje që aty për që aty të ndihmon diçka ose i thu ko me dalë me marrë mësafirin, lidh me atje që të video call, kushdo që është regjisori, toniste, nuk ka kësi të lashe. Jonë edhe kritik në punë, për shumë të shetë që hiqe e bane këto, po jo se sot nuk ishte në elementin e dur. Rregulloj kravatën, rregulloj flëk. Po mu më shkrujtën rredrejt. Rredrejt. Për shembull kur e bëjnë ai foto e shoh një dredh që mu ka bo, regjia së më këshyrë mu, po mirë që më të gjane, kjo është të rëndësishme. Ma mirë me u këshyrë. Ata e din edhe kur s'jen mirë në element, kur sot s'ke prezentuar. E din të cëtë persona me ndiku, se për shumë të Gonxha s'ka nevoj, po të unë e ti, po, se katastrofë. Në moment e kujton, Agnesa, së në mos gjatë eksperiencës në emision mëngjesi që na kemi pas momente shumë që sharake 16 vjetë me qenë edhe 17 vjetë me fillimet para ekranit dhe sigurisht që kemi vallafaqur me momentin që e kujtoj gjithmonë. Atë kujtojt shqipja nër tavolinë, sa e mund kujtojt gjithë dojë. Pa tjetër, shqipja nër tavolinë, që na bën neve mas mirë imuni është që krejt kemi qenë të ri kur kemi njës klanin, edhe që kjo po besoj që ka qenë ajo energjia që kërkush nuk është që kemi ditë në shta me bo punën, po jemi mësu bashkaresht, po kur e përmene e momentit që gjithmonë ma kujton klanin, është para se me u fut në klan veç kur bo shpallja në qytet që po hapet klan Kosova, edhe për neve në botën e medias ka qenë si me pas mundësi me qenë pjesë e Hollywoodit, edhe kur kemi fillu në klan, po tëmë qendra tregtare në breg të diellit janë momentet më të mira, kur je shumë i ri, kur e ki jetën krejt në rregull edhe ti e jep komplet energjinë tonë aty, ku po besoj që janë ndërtu edhe themeljet më të forta të klanit, që edhe sot vazhdojnë me qenë mediumi numër 1. Mirë, flasim dhe pak për gazeta që i bën, mirë po fillimisht, sa të bën presion publik, paraqitet e shpeshta, si reagojnë qytetarët kur të shohin live? A të mendojnë që e dikush i familjes edhe domosdoshmërisht dojnë me të njofë, me të kapë, me të puth, me të shtu? Edhe që shtilësh me ta? Përveç bashkëshortës edhe fëmijëve edhe prindve. Nuk të shtrëngu? Jo. Shto, shpejt me atë që e nisi Agnesa, Klan Kosova ekziston me një themel të fort, ka një struktur të fort, dhe ne fatin kemi pas 2 njerëz të cilët kanë ditë çka me lyp, se ti mundesh me pas shumë staf, po me ditë çka me lyp është esenca kryesore. E kishim Baton Haxhiun dhe Arman Shkullakun, të cilët ishin 2 njerëz të cilët na kishin mbledhur edhe kanë ditë me lyp prej secilit çka duhesh me bë. Prandaj edhe suksesi vazhdon me ardh sepse ka mbet, rrënjët kanë mbet prej gjitha departamenteve, din me lyp prej secilit çka duhet. Pyetja tjetër çka më pyete Gonxhe? Çto gazetat? Gazetat po. Gazetat. Okej. Këto gazetat janë ka qenë 17 shkurti 2008-s, edhe poshtë banesës sime ka qenë një shitore e vogël ushqimore, edhe natyrisht kanë qenë edhe gazetat janë shit aty. Edhe unë kam dalë herët ato, se kam dalë mbramës e herët mëngjes, edhe kam dalë i komble.
edhe i rujtë që 17 vjetë kjo, edhe e mbaj telefonin e Klan Kosovës që e kemi pa 17, po harrova me marrë, me të drejtën, e kom hala, po herën tjetër e sjell, ai telefoni Nokia që na kemi pas sigurisht me smartphone-at e sotëm. Ballina e famshme Ekspresit. Edhe edhe kjo ballina ma e bukur që gjithmonë, që është e pa... Revepër, është e pazavendësueshme. I kanë 18 vjetë këto gazeta? 18 vjetë i kanë këto gazeta. Që ke rujt qka që mirë, Orhan? I kom rujt me një vend ku sprek kërkosh. Janë të vendosura shumë lartë mbi... Shtat Ekspresit e kam, po krejt që shtu jo. Unë i kisha dali mora shpejt atëherë, edhe i ruj me shumë dashuri, gjithmonë do t'i kemi. Shpalosi pak, sepse unë jam shumë e sigur që shumë fëmijë që na shohin sa se kanë pushem nuk e din që ka janë këto. Fatkesish, sepse nuk kemi gazetat të shtypura ma në vendin. Edhe Artiana, kur më tha që t'i sjell, bashku gëzove se ka... Nuk është i përdojnë. Orhan, une... Kom pas nis me punu në gazet në vitin 2013, deri në tikun të 2015, edhe gjdo tekst të gazetës ku unë kom shkrujt, e kom të preme edhe të rujtne. Nuk i kom rujt krejt gazetat, se më këshim bo shumë, po tekstet e mija në gazet i ruj me fanatizm, se mendoj që fmivet me djallit tim nesër me i tregu që kjo ka egzistu. Edhe të na... Kemi shumë kur kanë qenë gazetat, unë ku sot mu asë nuk printohet. Shtu që e di që jemi në fond, veç po du me falenderu Klan Kosovën që është gjithmonë një derë që i rikëthen edhe ata që largohen. Une jëm shembullit tipik që jëm largu prej klanit, po nuk po mdoke që kom gjetë ma mirë edhe jëm këthy përsërin Klan Kosova dhe jëm shumë e lumtur që klani jep mundësi, jo veç mu, jo veç neve, po kushdo që e kërkon një mundësi edhe dëshmon punën, Klan Kosova është një derë që nuk mbyllet asnjëherë. Kjo është prej virtyteve dhe të menaxhmentit që nga fillimi dhe vazhdon me qenë edhe sot, sepse nuk e sheh si oponent mo largimin e dikujt, por në qoftë se ti do që pas një kohë ta japësh dhe një kontribut tjetër që të ka mbet për gjysmë, mund të vesh lirisht. Bukur mirë, faleminderit shumë që keni qenë në këtë pjesë, Orhan, kënaqësi shumë e madhe. Konxhe, faleminderit edhe ty. tutje. Agnesa, faleminderit shumë, Ma shumë Artiana se kjo më ftoj. Po shkoj unë atje, po të... Ideja ka qenë e imja, Orhan. Okej, atëherë të faleminderit. Unë e kom pyet Gonxhën, fakt tash, s'pom kujtot bre kush janë prezantuesit e parë qysh më tha Orhani. Vazhdon të jetë. Zona, a i kujton, më falë, sepse e di që jemi në fokor, a i kujton gjithë Prezantues krejta, po më repa tjetër. Shumë kishim fillu unë dhe Donika në atë kohë. Donika shpejt e ndërpreu. Më ndërët Kushtrim Rëshita, e kemi Enisin, e kemi Vullnetin, e kemi Zana Zhavelin, e kishim Donje Tagashin, kemi Eteramën, Floren Zeqajn, Naile Demon, kone kemi... Jehonën, po jo. Që kanë, po shumica që edhe më nuk janë po mes neve, janë departament tjera, Jehona Bajramin. Donjeta? Jo, e përmenda, kemi Shpresën, Sekiraqen. Është? Kukua kemi Donje tjetër ajo. Sa? E në qëta? Mirë, kaluse. Jo, se s'ka kuptim. Jo, e përmenda. Shumë. Një falendrem shumë të veçantë për gjitha ata kolegë që përna shohin, që nuk janë më pjesë e Klan Kosovës, po sigurisht... Edhe Mjelma ne kemi, Mjelma Palaska. Mjelma Palaska dhe shumë të tjerë. Faleminderit dhe juve, kolegë, kemi në vazhdim një shkputje shkurtër publicitare për tu rikthyer vetëm pas pak